mund të hyjnë në Greqi. Edhe pse ne kemi familjarët tanë atje, edhe pse kemi njerëz dhe familje, sepse nuk ka familje shqiptare në Shqipëri që nuk ka një familjar të afërt, flasim vëllezër, motra, xhaxhallar, djam xhaxhallaj në Greqi. Prandaj them, është një shtet racist. Do të ishte më mirë që Greqia me Shqipërinë të kishte marrëdhënie shumë historie dhe vllazore, do ishin të dy të forcuar, të pasur dhe një ide që ka 100 vjet apo 150 vjeçare ideja e për një shtet federativ, atë e kanë pasur nga dy palët, por ja që shtet federativ grekat urdhë? Këtë të shtetit federativ nuk e kisha dëgjuar. Po, ka qenë dhe në kohën e Ismail Qemalit 1907, 1880, 1885, ka letra, ka kërkesat të tilla që të jenë një shtet federativ, por nëse ne do ishim me Greqinë, Greqia do na kishte ngrënë, sepse do na asimilonte me anë të kulturës, gjuhës greke, këto tona që tolerojnë, sepse ne për 10 vitesh që shkojmë në Itali apo në Greqi e hupim gjuhën tona amtare, ata prindër pa kultura, po më thojë mund t'i quaj idiot pa ditur, që fëmijëve u flasin vetëm gjuhë tuaj, vetëm shkonin në përpushime në Shqipëri, t'i gjeni fëmijë që prindërit tyre kanë 15 vite në Itali dhe në Greqi dhe u flasin greqisht dhe italisht, pa e ditur fare gjuhën shqipe. Dhe ky është niveli i ulët i shoqërisë tonë të Shqipërisë, sepse ti duke u bërë me një kulturë tjetër, kujton se gjetë rehatin, jo, se ti nëse bësh tjetërsosh në një kulturë tjetër, ti ke harruar rënjën tënde, ke mohuar nënën, baban tënd, gjyshin, stërgjyshin, je pa histori. Historia jote fillon atëherë ku fillon asimilimi me atë shtet. Prandaj unë mundohem ta ruaj këtë gjë, ta kultivoj dhe ke djalin im që të di origjinën e tij, rregën e tij. Edhe Meloni u shfaq shumë e prekur nga fakti që të gjitha qeveria shqiptare folën italisht. Kjo ishte një gabim i zotit Rama, gjoja i donte të tregonte që ja ne dim italisht, dim shumë gjuhë, por dhe bota di shumë gjuhë, por nuk tregojnë aq për ulësi, flasin italisht, anglisht e këtej, sot gjuhë të dish një gjuhë tuaj është kulturë. Dhe mendoj që nuk ka shqiptar që nuk e di të paktën një gjuhë tuaj siç është italisht dhe greqisht në shtëpi. Ato plakat, duke shikuar ato filmat, i kam mësuar dhe turqishën dhe spanjishën dhe latinoamerikanet. Por nuk bëri mirë zoti Rama që e tregove ashtu. Në asnjë vend botës nuk tregohet që qeveritarët flasin në një gjuhë tjetër. Pse duheshim ne ta përshëndesim italisht? Le ta përshëndes ajo shqip neve. Mos harrojmë, i shqiptarët kanë dhënë kontribut edhe në shtetin italian nga president, nga ministër, nga deputet arbresh. Pse flasin ata? Prandaj them që kjo më duket përulësi ose më saktë servilizëm. Zotë Valla, për ta mbyllur, është një denoncim që ju keni bërë pak ditë më parë për rastin e Fredi Velerit. Që sipas mendimit tuaj, bashkë me disa persona të tjerë, kanë hyrë në jug të vendit lirshëm pa... Janë disa ligje ndërkombëtare që i ka dhe Shqipëria dhe edhe shumë vende të tjera që punonjës të policisë apo të sigurimit apo ushtarak përpara se të bëjnë një vizitë turistike në një shtet tjetër deklarojnë ku do shkojnë. Për arsye se profesioni i tyre është zbulim dhe kundër zbulimi. Në këtë rast ishin rreth 20 veta oficer polici, oficer zbulimi me rroba civile, si turist, pa deklaruar ashtu. Dhe kanë ardhur në marrë në disa vende të tjera që janë piketime, jo ndrokull për shembull, që ne kemi pranuar ndrokulli banohet nga minoriteti grek, apo finiqi, por në pjesën e Imarës, në pjesën e Përmetit andaj lëvizin për të piketuar, për bërë fotografimi, ose ne kemi të fsheta. Po këto gjëra duhen deklarohen për shembull që shteti shqiptar të çojë udhër fytyrë të tyre dhe të vrojtojë ato për çfarë misioni kanë ardhur. Dhe nga kërkimet që kanë bërë unë, gjej të njëjtit njerëz në Korrik është takuar zoti Beleri në zyrat e tyre, dhe aty si duke kanë thuruar atë planin që të vinë këtu. Sepse duhet vinë për shembull polic grup, oficer zbulim kundër zbulimi, oficer ushtarak, civila, grup 20 veta. Pra janë 20 agent që kanë ardhur në një mision caktuar, po thoni. Unë dyshoj që kanë ardhur me një mision caktuar duke shikuar lëvizjet e tyre që kanë bërë dhe fotografimet. Dhe këto nuk janë fsheta, këto i kanë botuar në adresat e tyre të Facebookut, në adresat e Belerit, sepse nëse ne ndjekim këta gjithmonë në Facebook adresë, do kuptojmë shumë gjëra që ata bëjnë, por ne nuk i kushtohemi këtyre gjërave, pak njerëz ka dhe bëhen njohës pasaj të thellë këtyre gjërave. Dhe janë të frikshëm se Greqia gjithmonë ka ligjin e luftës, në shkolla edukohen për një luftë kundër Shqipërisë, se na kanë marrë motrën e vogël vëri Priote, kanë dhe himnin e tyre në ushtri dhe në polici, kemi një motër të bukur vëri Priote që shqiptarët ne i kanë marrë, është e robëruar, është me zinxhira, është me pranga, të thush ti që ato grekofonët në jugën e Shqipërisë janë të lidhur, të mbytur, ata të shketët po vujnë në siguri janë në burg. Jo që ata greqisht as janë dalë dikush, as flamurin grek, as biznes, as të drejtën për qenë deputet, ministra në Shqipëri dhe president mund bëhen në Shqipëri, nëse kemi ndalë, jemi tolerant. Ne i kemi ministrin mbrojtjes është me origjinë greke, gjysmë zëvendësministja e jashtme
është nga nëna greke, se ja thanë ata kur vajtin Athinë, tha kjo është bia jon, tha është greke, i thanë. Zëvendësministët tonë tjashme, shumë të tjerë, dhe ne nuk kemi këto gjëra, por unë duke shikuar pavijen që ka Greqia, normal, tremen, duhet marrë masa ti me mbrojtëse për një sulm të tillë, qoftë diplomatik, qoftë dhe praktik. Zotë Rama, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.